thelbi i pranimit të lutjeve tona, të duave tona është sinqeriteti. Prandaj lutja nuk duhet shihet si një formulë magjike. Shpeshherë mendojnë njerëzit se lutja është formulë magjike, por është një bashkëbisedim me Krijuesin. Dhe nëse në bashkëbisedim me Krijuesin nuk jemi të sinqertë sa duhet, atëherë si mund të presim fryte, si mund të presim përgjigje, kur ne vetë asgjë jo të sinqertë nuk e pranojmë, nuk e çmojmë. Dhe kaq burimi i sinqeritetit, Allahu subhanahu wa taala me të drejtë kërkon që raporti ynë të ndërtohet mbi sinqeritet. Pjesë përbërëse e cilit është edhe lutja, adhurimi i lutjes apo i duas. Pastaj gjithashtu është edhe kërkimi i asaj që ti e synon përmes lutjes. Nuk është thjesht zgjidhja e problemit me njëhershëm. Pejgamberët e Allahut lutjen e kanë pasur si edukim, prandaj e kanë shpeshtuar vazhdimisht në jetë. Ata përmes lutjes kanë kërkuar që më u fal gjunahet e tyre. Sikur se e dim, pra nuk ka pejgamber që i është lutur Allahut vetëm se e ka përfshirë edhe faljen e gjunave. E para se gjithash i pari tyre ka qenë Ademi alayhis salam. Rabbena zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. O Zot, ne i kemi bërë padrejti vetëve tona, andaj nëse ti nuk na fal dhe nuk na mëshiron, ne do të jemi prej të humburve. Shikoj se si e kanë ndërtuar raportin me Allah, nuk e kanë ndërtuar me ankesa. E kanë ndërtuar me kërkim falje, sepse ne jemi çdo herë në hak të Allahut. Ne jemi ata që kemi nevojë për zgjidhje edhe për qetësim zemrave tona dhe për falje të gjunave. Pastaj përcilësive tjera është edhe që mos me e kufizu lutjen apo frytet e lutjes vetëm ndaj vetvetes, por edhe ndaj familjes dhe shoqërisë në përgjithësi. Prandaj pejgamberët e Allahut janë lutur kësaj: Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. O Zot, më bëj mua falës të namazit, sepse nyja kryesore e lidhjes mes nesh dhe mes Krijuesit është namazi. Dhe ajo që më së miri dëshmon për pastërtinë e zemrave tona është namazi. Çfarë do që të themi në raport me Zotin, se e duam, e pasojmë, e dëgjojmë, gjitha këto janë pretendime. Ajo që dëshmon realisht është praktika. Thelbi i praktikimit të përgjithësive kërcëllaut është namazi. Pastaj thot: "Wa min dhurriyyati", edhe nga pasardhësit e mi. Unë dua që loza ime e ndershme, e devotshme të trashëgohet brez pas brezi. Unë dua që mirësia e njohur nga ana ime, e promovuar nga unë, të vazhdoj edhe pas vdekjes sime. Me kjo dua e njohur e Ibrahimit alayhis salam. Rabbana wa taqabbal du'a. O Allah, në fund tha, pranoje lutjen. Pra, ata përmes lutjeve kanë paraqit kërkesa madhështore tek Allahu, që asnjëherë nuk mund të gjesh të natyrës materiale. Pra nuk ka thënë: "O Zot, më jep pasuri mua dhe familjes time." Jo, ka thënë: "Allah, më bëj namazfalës të rregullt dhe pasardhësit e mi." Sepse ajo që e lidh më së miri robin me Zotin është bashkëbisedimi me të, komunikimi me të, e mënyra më e mirë për ta bërë një gjë të tillë është përmes namazit. Pastaj përfundimi, kërkimi i përfundimit. Pejgamberët e Allahut përmes lutjes e kanë kërkuar edhe përfundimin e mirë. Por nuk kanë menduar sot për sot. Kanë menduar edhe për përfundimin e tyre, edhe për daljen para madhërisë së Allahut. Prandaj Yusuf alayhis salam thonte: "Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin." Më bëj që të vdes si musliman, pra si i nështruar ndaj teje Allah, edhe më bashko me njerëzit e mirë. Kur e ka thënë këtë? Në kulmin e fuqisë së tij.